Muaji Ramazanit na mëson se ne kemi mundësi. Me kalimin e ditëve të begata të muajit Ramazanit, zbulojmë se ne mund të agjerojmë çdo të hënë dhe të enjte gjatë vitit. Na sqarohet se ne mund të zgjohemi para ezanit të sabahut për të falur namazin e natës. Zbuluam se agjerimi nuk është aq i vështirë sa e përshtyronim. Zbuluam se ne kemi mundësi të falim të paktën 11 rekate namaz çdo natë. Na u qartësua se jemi në gjendje të gjejmë kohë për të lexuar Kuranin e Shenjtë dhe se bërja e hatme e tij pra leximit të gjithë Kuranit nuk është e vështirë. U habitëm me veten tonë se gjatë muajit të Ramazanit zgjohemi për syfyr që është koha para namazit të sabahut, ndërkohë që nuk qohemi për të falë sabahun në muajt e tjerë. Zbuluam se ne mund të durojmë urinë dhe etjen. Zbuluam se ne mund të shtypim egon ton ashtu siç veprojmë në muajin e Ramazanit. Zbuluam se ne mund të largohemi nga të këqijat, të ndytat, të dëmshmet dhe shkatërrueset. Sa gjëra kemi humbur në këtë jetë, duke bindur veten tonë se nuk mundemi, ndërkohë që ne mundemi. Muaji i begat i Ramazanit është shkolla që na mëson se ne mundemi dhe kemi mundësi të bëjmë gjëra të bukura dhe të lëmë gjurmë sa më të mira në këtë jetë.